kthyer, jemi këtu në spektaklin tuaj, këtu në sheshin e Fjalës së Mire, këngës së bukur këtu në Odeon, në Radio Televizionin 21. Në këtë shesh që defilon gjithçka e bukur, po sot në realitet është kulmi i bukurisë. Këtu i kemi miset e mësë 30 vendeve që vinë në kuadër të markës, apo të garës, apo quaj si të duash, Miss Freedom of the World. Jemi këtu bashkë me organizatorët e këtij eventi që është botëror, që është mrekulli që e kemi të përfaqësuar edhe këtu në Kosovë me prezencë, bile nga vende të ndryshme që edhe nuk e kanë njohur akoma Kosovën, është kjo një formë lobimi që për vite të tëra e bën shpejtimi e këtë vit po e shoh edhe Bajram Ramen. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët, nisat e botës. Welcome in Kosovo. Hey, a ju pëlqen Kosova? Do you like Kosovo? You like Kosovo? Yes, of course. Mirë shumë. Shpejtim, ka disa ditë që po rrugtoni në për Kosovë në përgjithësi me miset e sa vendi ke? Afër 30 shteteve, 29 shtete janë saktë. 29 shtete fikse që vijnë nga pothuajse nga gjithë bota, nga gjithë globi. Kjo është e jashtëzakonshme, Miss Freedom of the World. Sa vite ka që po organizon gjithë? Është edicioni i 11 për këtë vit, sepse vitin e kaluar ishte pandemi dhe mbajtëm me 15-16 shtete. Këtë vit e kemi dyfishuar punën tonë, sepse serioziteti dhe puna e bën vetën që të vazhdojmë. Këtë vit kena pasur shumë sukses duke na pritur kryetari i komunës së Prizrenit, zoti Risha Qertotaj, duke bërë vizita në qytetin e Prizrenit në vendet të kulturë historike, duke bërë set fotografik me kostume popullore tek Lidhja e Prizrenit. E falenderoj edhe drejtorin e kulturës zotëria Demorinën për mikpritjen dhe organizimin për ditën e çlirimit të Kosovës dhe Prizrenit. Unë kam vizituar edhe Prishtinën, vajzat kanë vizituar vendet të ndryshme në Kosovë dhe i ka pëlqyer Kosova. Vetëm Prizrenin? Mos na e bërë që lokalist, se kemi Bajramit Prizrenit, A keni në planet që të lëvizni edhe për vizë të tjera të Kosovës? Po, në për vendet të tjera kena planifikuar. Ja u propozoj në një vend mirë, në Shpellën e Gadimës, është diçka jashtëzakonshme, është raritet, edhe mund të bëni edhe fotografi fantastike, mund të bëni një sfilat fantastike, edhe do të shohin gjëra të bukura këto miset që na vinë, nga gjithë bota, Venezuela, Gambia, Liberland, Macedonia, Ghana, Korea, Maroko, Sweden, Belgium, Holland. Yes. You are Miss? Miss Freedom of the World. Of the World. I participated last year, 2021. Unë jam Miss i vitit kaluar, fituesja e çmimit. Shumë mirë përkthehet këtë opinionin e fëmijës. I vitit kaluar është apo jo? Mirë. Ministrat shkojnë, besa edhe yjet shkojnë, miset mbesin mise. The queens are living forever because presidents and other people they have a short time or in mission. The miss is forever. Yes, that is true. Miss Poland, Russia, Bulgaria, Hungary, France, Latvia, Estonia, Ukraine, Burkina Faso, Portugal, Turqi. A kanë lyp me në rru, mos mi thonë Turkaj? Apo Turkije? Turkije, yes. Netherlands. China. Hello. How are you? Thank you. Shqip? Si je, mirë je? In Albania, how are you? Albania, Shqipnia, Austria, Sri Lanka, Germany, Lithuania and Kenya. Sa bukur, vërtet, shumë bene, për më shpëtu, po hi këtu, se regjisori po më thëtë mos mizzi këto ftyrat bukura, ajo shumë i pasionuar për të bukurën. Përveç sigar që zhvillohet çdo vit, synimi juaj është ta bëni një lloj lobingu për Kosovën. Shoh këtu vende që s'na kanë pranuar akoma shpejtim. Po, janë shumë shtetet e botës që nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, si Venezuela, është Rusia, Ukraina, kemi shtetet nga Afrika që nuk e kanë njohur Kosovën, si dhe kanë pasur vështirësi për të marrë vizat, po e falenderoj Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe ambasadën e Kosovës në Tiranë. Që ju kanë ndihmuar me për ndihmën dhe shërbimet e shpejta
Falë atyre dhe shumë shteti janë këtu që se ka njohur Kosovën. Bajram, kur ju ngjitë kësaj gare, apo ke qenë më herët e i rikthy prapë? Jemi rikthy, kemi qenë më herët, qysh prej viteve 90 duke filluar me ekipen e koncerteve të ndryshme për diasporën. Pastaj filloi lufta në Kosovë, pas një kohë u bashkanxhita prapë. Ju bashkanxhita shpëtimit dhe Edhe botës e bukurisë, botës e miseve. Kjo kuqezit i gjithqysh kuqezit e prezentohesh, a? Ajo keni kësu kongën kuqezit këtyre? Unë pëlqen e A pëlqen edhe e ngjyrë? Në parën shikojmë edhe për Evropë me filluar me Gjermani, Zvicër, Austri, Turki, në gjitha vendet e ndryshme dhe thëtë. Kështu që falenderoj gjitha ata që kanë marrë pjesë edhe ato shtete që nuk na kanë njoftur. Ani, apo në boni, apo bisedoni, për shembull ti me ato Gjerman folset, se ki problem, se na kanë pranuar. Po me këto tjerat, me... Po janë, për shembull Kina, edhe ajo është Gjerman folse. A, ajo është Gjerman folse, a? Dhe jeton në Gjermani. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, sie kommt aus China, weil sie lebt in Deutschland und kann auch Deutsch verstehen. Ti ke thonë që ajo është prej Kine, po jeton në Gjermani dhe kupton gjermanishten. A ke fol me këtë, apo na i rregullon punët me këta... Kështu kanë thonë që kur pasi vëzrit kinez që më na pranua, pasi kthimit tonë do e prezantojmë Kosovën si e kemi pa, si e kemi njoftur, sepse dikush prej tyre as nuk ka ditë se ku është Kosova. Edhe tani e kanë pasë se ku është Kosova dhe si qëndron Kosova. Kështu që janë gjithat lumtura. Mirë, shpejtim, do më thonë, janë të kënaqura se me fillu me fol me se cilën janë 29 dhe nuk na premton koha, por a keni arrit vërtet që të prezentoni gjërat e bukura të Kosovës para këtyre misave që ju përfasoni një lloj ambasade, një lloj prezencë ambasadorike, po dhe këto si kur janë ambasadoret e mundshme në Republikën e Kosovës. Edhe këto janë ambasadoret e bukurisë, sepse promovojnë Kosovën, sepse deri vonë nuk e kanë ditur ku është Kosova. Shumë shtete këto që nuk e kanë njohur Kosovën, ku pasur probleme kur kanë bë etiketimet në rrjetet sociale, sepse e kuptoni me shteti tjetër nuk kanë pasur kodet, gjersa u spjegu historia e Kosovës, i spjegu për jetën dhe tash i din ushqime tradicionale të Kosovës dhe i pëlqejnë shumë. Gjithashtu mos i fort me flija me krelana me se kanë me dal ditën finale pastaj. Pi pëlqen. A pi u pëlqejnë ato? Ti fatona. Kush ka për krah? Unë e falenderoj sponsorin tonë general, Holiday Resort, i cili ka qenë një ndër sponsorët që viti 3 tradicionalisht në ndihmon dhe na përkra, pastaj Hotel Albatros nga Prizreni, si dhe agjencia turistike Barileva Turist, e cila është një sponsor vërtet që meriton shumë respekt këtë vetë. Barileva është edhe mikë yni, për herë edhe me Odeonen. I cili ka qenë shumë mikpritës si nga stafi, si nga zyre që kemi vizituar, dhe një duart rukitje one applause për Barileva Turist. Dhe Holiday Resortin edhe Albatrosin. Shpetim, e ke prezentu para ministrisë këtë mundësi që ti mund të prezentosh, të sjellësh në Kosovë një mis, një garë, një markë botërore që quhet Miss Freedom of the World? Me qenë se tani u bë pak ma zyrtare, ka marrë komente pozitive si nga në shtetit për përkraje financiare. Kryetarin i Prizrenit vetëm premtoj me drejtorin e kulturës, dhe këto kanë bërë edhe një sfilat me kostumet popullore nga sheshi i lidhjes Prizrenit deri në Shadrvan, ku i tërë qyteti u mahni duke dalur fotografi familjar, njerëz, qytetar. Mirë shumë. Tashi, Miss Freedom of the World mbahet për këtë botën si vjetë këtu, dhe këtu mbyllet. Këtu e merr kurorën dhe pastaj dikon tjetër Miss Freedom of the World nuk mbahet këtë vit. Mbahet në shtetet e tyre respektive që përzgjidhen për me ardh këtu. Miss Freedom, Miss Freedom për shembull Kosova ose Albania ose Bullgaria ose Rusia, po përfaqësuesi vjen këtu në po bukur shumë. Ne kemi edhe drejtorin nacional këtu në studio, zotrin Thomas, i cili përfaqëson Libelonin. Mr. Thomas. Po, edhe është një atrakcion. Mr. Thomas në... Po. E ftoj Mr. Thomas. One applause for Mr. Thomas. Welcome, Mr. Thomas. Thank you. How are you? Yeah, fine. Si po kalon? Si po kalon? Mirë? Mirë. A kem su mirë? Mirë dita. Mirë dita. You like Kosovo?
Yeah, I like very Kosovo. Where are you from? I come from Germany, but I represent Cleveland, the Free Republic. Unë jam nga Mirë, ju po menoni me kriun e fare. Çka është ky? This is What is this? This is This is the ambassador. Panther? Yeah, this is Pink Panther. I'm not Pink Panther. You know? Yes, you know. No, I'm not. I bin nicht Big You're not the Pink Panther, but the ambassador of. Çka po të vjen ky? Was prostudin, wozu prostudin? Because I have him 20 years every time with me, and he bring the people the feeling of the smiling, and so everybody, if you see the Pink Për Panther. 30 vjet tha apo? Që 30 vjet I bën popullin i fëmijë për të qesh, e bart me vete këtë. Dhe Every time. e çka do më na bë me këtë? Was willst du damit machen oder vorspielen? What I do first is we have a campaign from the Oscar de la Renta, Think Pink. It's for the women for the cancer. So we have a lot of donations of action is this, and then is everybody smile of the Pink Panther, and this is fine. Edhe na përkërisë, this way, me qesh. If I not understand, if I not understand the language, but the people know. Okay. Okay. Was hast du gesagt? Das ist ein Didi für die. Oh, Mr. Thomas! Das ist the best. Das ist the best. Gjamadani via via, është Kosova, është Shqipëria. E Shqipëria. Perfetto, maestro. Da capo al fine. Ciao. Mas mirë, eh? Mas mirë. Thank you very much. Okay, thank you very Edhe much. mas mirë e ke bon. Have a mas mirë, ke bon. Edhe më shifu mas syzave, ma mirë e ki. Ma mirë ki? Po më shifu mas syzave, ma mirë e ki. Ma mirë ki? Ma mirë e ki. Ma mirë ki. Po. Oh. E tash, Etash. hajeni banone, pijeni qajnone. Po, Thank you very much. Okay. Thomas. Enjoy. Ciao. Fikim, na ke thënë se Miss Ukraina vallzon bukur, a? Po. E po, në realitet të gjithë duam ta shohim Miss Ukrainën duke vallzu. Okej. Në skenën e Now on the Odeonit. stage, Miss Miss Ukraine. Ukraina, skena për ty. Stage for you. Yes, you should be there. You do.
right now. Hands up, hands up. Everybody now, let me see your hands up. Everybody now, let me see your hands up. Bravo, bravo. Shumë e bukur. Shumë e bukur, që nga shumë e bukur. Për ndryshe, stafi ynë është të e shiku, ka me shpall Miss sonte. Në fund t'ja japim kështu. Tonight I will choose who will be Miss Odan Show. And now time is for Lithuania. Lithuania! My lover, undercover, you're my secret passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be wishes. Say you love me, and you'll have me in your arms forever, and you won't forget it. Say you miss me, come and kiss me. Take me up to heaven, and you won't forget it. You are the one, my number one, the only treasure I ever had. You are the one, my number one, anything for you 'cause you're the one I love. You're my lover, undercover, you're my secret passion and I have no other. Është e bukur që ju suportojnë, e ju mbështesin, besoj që keni akoma për të falenderue. A, shpetim? Po, unë dua ta falenderoj pronarin e mu në centër, Radio Ylverin, Ylver Durmishin, mikun tim, pastaj salonin e bijuterive Welch nga Prizreni dhe ekipin tim të punës si nga Bajrami, nga Sherif Krasniqi, Hazër Bayraktarin, koreografën Linda Zenelin, pastaj fotografët, ekipin e fotografëve nga Prizreni dhe nga Shqipëria, dhe gjithë stafin e hotelit Holiday Resort, të cilët kanë qenë tërkohën me ne dhe aty do të mbahet me datën 18. Do më thamë me datën 18 mahat Miss Freedom All the World në Hotel Holiday në Prizren, a? Në Slatin, këtu. A, në Slatin? Holiday Resort, po. A, bukur.
Unë bashkë me ty e falenderoj edhe butikun Arieta, masarin tonë që na përkrahe, na dënë, na përcjellë. Herë bëhet nervoze, herë disponohet, po e bukur është që është pranë nesh gjithmonë, Është artist. Është artist, po bukur shumë. Kemi edhe diçka të veçantë. Dikush e ka ditëlindjen apo jo? Po. Si e ka emrin? Veç emrin ma tregon. Emri quhet Graciela. Graciela? A Graciela është misi? Po. Yes. Graciela Scortes. Vjen prej tulipanëve. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Graciela. Happy birthday to you. In Albanian. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për ty, Graciela, shumurime për ty. Ja thuje këtë edhe një herë. Faleminderit ty që je prezent këtu. Faleminderit për prezentin tuaj këtu. Spektakli juaj Odeon, juaj edhe juni, se këtyre ditëve jeni me ne. Bilen këtë ditë jeni me ne, edhe e ka shpall Miss Odeon në Miss Freedom of the World. Miss Odeon in Miss Freedom of the World is të gjitha. Absolutely. S'kemi mujtë me dalu cila është me bukur. For us, we couldn't... Mas me t'inglu si hipokrizi, po është të vërtet shumë bukura, ju dëshiroj të të marë suksese. I wish you all of you success and good dhe që ta përcilni efektin, sensin e bukurisë në gjithë botën, në gjithë globin, në emër të bukurisë, në emër të shkëlqimit e në emër të paqes. In the name of the peace and in the name of the beauties, I hope and to wish all the best to you. Thank you. Po, ishte kjo e tëra, flani mirë, e ndroni bukur, zgjoni në paqe. Pa tjetër që do flani mirë. Keni përcjell, keni ndjek bukurin e tërë botës, nga çdo cep i botës. Natën e mirë, miru pafshim javën tjetër.